Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Të ftuarit gjithmonë janë njerëz të botës të artit. Sot kam nderin Enkas nga Republika Maqedonisë të Veriut. Të kemi një zonë të palodhshëm që shkruan ditë e natë. Njerëzit të thonë pse shkruan? Po, thotë e kam pasion, e kam dëshirë edhe dua të shkruaj, pse jo? Atëherë, në studion tonë do ta kemi Afrodita Gjeladini Aliu, është autore shqiptare që boton në gjuhën shqipe. Ajo është albanologe diplomuar, por pasioni i saj për letërsinë e ka quar të drejt krijimtarisë letrare. Është nga Shkupi, siç thash, nga Maqedonia. Do të kam kënaqësinë, beso si kemi atë Shkupin e bukur atje. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Si po kalani? Mirë, faleminderit, shumë mirë. Si e keni kohën atje në Shkup? A është mirë? Do të është një kohë mjaft e bukur me diell, si me qenë pranverë. Besoj që ke qenë emisione shumë dhe kam pa disa intervista shumë, me të vërtet je shumë angazhuar, por këto në Amerikë kemi vendosur që ne sot të shpalojmë pak rrugtimin e jetës tonë, qysh nga fëmijëria. Na trego pak e shumë, qa keni bo kur ke qenë e re? A ke fillu shkrim, a qa keni bo? Shkrimet dhe leximin të lexuarit e kam pas pasion si fëmijë shumë e vogël. Dhe gjithmonë në shkollë dhe gjatë shkollës fillore të mesme kam qenë një orë dhe në shkollë si gjithmonë Afrodita që lexon mjaft. Wow. Kam lexuar mjaft libra, referatet si kishim në atë kohë në vitet tona kur ishim në atë re, kur isha e re, po mendoj. Dhe kam lexuar shumë dhe shumë herë dhe komente tani kur postoj diçka nga librat, kjo Afrodita që lexonte edhe dikut, po edhe tani. Po për të vendosur të shkruaj, nuk kam menduar që do ta marr guximin dhe të filloj të shkruaj. Po ja, tani po mbush një dekadë që kam filluar të shkruaj, që mora guximin. Idetë e mia të shpalos në fletore. Atëherë, si fëmijë, a ka qenë iniciativa prindve që ti jesh një vajzë edukuar, e shkolluar dhe ta kesh librin pranë vetes? Për libër nuk di, vetëm se e di që e kanë shty këtë dëshirën time për të lexuar dhe për herë të parë babim ka qenë një punëtor dhe për herë të parë një jetë është fut në kredit për të me blerë të gjithë kompletet e librave që kanë ardhur në atë kohë në Ferizaj. Na kemi pasur vetëm një librari se unë jam e lindur dhe e rritur në qytetin e bukur të Ferizajt në Kosovë. Dhe babai im rastisht kishte ndëgjuar në punë që kishin ardhur disa libra në atë kohë, para sa viteve, se unë tash në moshë jam. Dhe babai im erdhi tha, Afrodita të shkojmë se kishin ardhur disa romane të reja. Dhe unë posa hyna në librari, posa i vrejta, tha zgjidhi disa, thash unë i dua të gjitha, si moj bia ime të gjitha, thash nuk mund t'i ndaj. Për herë të parë babin tim e kom fut atë në kredit dhe i ka marrë të gjitha llojet e librave që kanë qenë atë kohë në librari. Edhe atë uj me shumë nostalgji. A mbani mend moshë? Kujtimi i bukur që nuk mund të harroj asnjëherë. A mbani moshën, çfarë moshe ke qenë atëherë? Po më me thonë ka 12-13 ashtu kam qenë. Jo shumë e rritëm. Si u quishin ato librat dhe çfarë libra kanë qenë ato? Po dhe mendoj studimet ishin që i botonte libraria e Rilindjes në Prishtinë në atë kohë. Ato librat e para të Najn Frashërit, Reçen Çabes, studime për të folur, për studimet e letërsisë dhe i kom të gjitha këto në bibliotekë. Po mandej edhe disa romane të Stereospasës që ishin romanet e para të Akistër Millit, romanet e para të njohura që filluan nga Shqipëria të sjellen në Kosovë. Gjatë leximeve atyre librave, çka zbërtheve si një adoleshente e re, një vajzë e re, çka i tha vetes dhe çka të bësh? Nuk isha menduar asnjëherë të drejtën. Nuk kam menduar asnjëherë. Di që pasioni im ka qenë letërsia, ta studioj letërsinë, ta studioj gjuhën, por që ta marr guximin dhe që sot librat e mia të lexohen në tërë botën nuk e kisha ëndruar asnjëherë të drejtën. Ndoshta nuk kam besuar në aftësitë e mia, por shumë e rëndësishme është ta marrësh guximin dhe të dalësh në dritë me punimet me idetë e tua dhe aty e mora guximin. Dhe me një fjalë aty e gjej atë qetësinë shpirtërore për të shkruar.
Cili është ai verzioni yt që e ke kapur për të shkruar këto libra? Çka i ke thënë vetes, unë do të jem një person që do ta bëj këtë, do ta shkruaj këtë ose E kam marrë të shkruaj ngjarje të vërteta dhe do ta mbaj këtë ritëm derisa të mpunon mendja dhe truri. Wow. Ajo ka qenë inspirimi yt që të shkruash ngjarje të vërteta. Cilat kanë qenë ato shkrimet e para që i ke shkruar ti si në moshë të re dhe a kujto? Moshë të re, ato që i kam shkruar nuk i kam batuar asnjëherë dhe për fat keq na jemi bartur prej një shtëpi në tjetrën dhe ato për fat keq disa dhe më kanë humbur, por guximi dhe inspirimi dhe ajo që merri për të shkruar ndodhi krejt rastësisht. Isha me një udhtim në Turqi, edhe unë me gjyshën si fëmijë kam qenë e lidhur shumë me nënën e babait. Dhe udhtimi në Turqi, nga një ftesë nga familjarët tanë, ishte një aheng familjar në dasëm, aty takova shumë njerëz. Edhe gjyshja ime i kishte tërë familjen atko në Turqi. Edhe aty ndëgjova disa gjëra që ndëgjova jetën, krizat, ballafaqqimet me jetën, sakrificat që i kishte pasur gjyshja ime në atë kohë. Por mu gjyshja ime gjithë mi tregonte, por mi tregonte mes të prallave. Dhe atyune gjeta një msheftësi që nuk e kisha kuptuar asnjëherë. Gjyshja ime me një mënyrë më kishte treguar, por me një personazh tjetër, jo vetëm. Dhe prej udhtimit, nga udhtimi prej Turqisë, unë posa u ktheva mas 2 javë, fillova ta shkruaj librin tim të parë që e botova mas një viti, Plagët e vjetra. Wow. Cili vit ka qenë ai? 2017. Wow. Në fund të tetorit të 2017-s në 2016 e kam startuar, sepse ne ishim në fillim të tetorit në Turqi, pas 2 javë që jam kthyer kam filluar librin dhe pas 12 muajve e kam botuar. Dhe ai do mbetet si një libër biografik për familjen e babait tim. Dhe si personazh kryesor është gjyshja ime dhe vuajtjet e saj. Gjithmonë thonë se shkrimtarët ose njerëzit që shkruajnë lindin një diçka, ndodh një diçka. Edhe verzioni i shkrimeve të juaja me të vërtet po më pëlqen se e shkruani një ngjarje, por një gjësha ka mujtur me zbulue, ju nuk shkruani vetëm ngjarjet e sotit, po ju shkruani edhe më herët, për shumë vite më herët. Është një rast kur e botova librin e parë në Shqipëri, edhe kur shkova ta marr librin, një fjalë që më ka mbet gjithmonë në kokën time, ai posa ma dërgoj librin, tha si ke marrë guximin, tha të shkruash për një libër, për një jetë që ti ende nuk e qenë e lindur atko. Tha ti me këtë libër ke hyrë në oqean, pa marinar dhe ke lundruar gjithë oqeanin. Unë mbeta e ngrirë, pak njëherë ashtu në ato momente nuk e ktheva përgjigje, mandej kur edhe pe që e lexoj një librën të tjerët, kur më jepnin kritika, sugjerime këtë si ke mund, atëherë me të vërtet unë pas na marr diçka një rrugtim që unë s'kam qenë gjallë atko, çka kam shkruar, sepse gjyshja ime gjithmonë mi ka shpjeguar ato po mirë si pralla edhe me një personazh të huaj. Dhe nga Turqia unë u binda që këtu në mes rreshtave kishte pas gjithçka e vërtet dhe ajo kishin qenë vuajtjet dhe sakrificat e gjyshës time të ndjerë. Wow. Po pas këtij libri unë nuk u ndala. Edhe e di, e kam një dhëndër, është ginekolog edhe shumë i aftë, shumë i talentuar që po bën bujt madhe në Maqedoni. Po se e botova librin e parë, tha më dëgju mua nuk do ta botojsh, tha mos e thash si, tha se do i radhitësh. Thash unë do i radhis, tha deri në 10 do shkojsh. Dhe mbeta thash unë, pse nuk i beson aftësive tuaja? Thash nuk besoj që mund të arrit dhe vetë, dhe me të vërtet, po se e përfundova librin e parë, unë e vrejta që më nuk mund të pushoja. Startova me njerë mas 2-3 javë me librin e dytë, po mandej me të tretin, po mandej me të katërtin, të pestin, gjashtin, dhe tani jam duke shkruar librin e 7. Atëherë do të flas për kohën. Sa kohë të merr të shkruash një libër? Dhe sa është, se dua sot me të vërtet ti zbërthej do gjana nga truri juaj që me të vërtet është një fenomen i madh të flitet për këto shkrimet e tua. Sa të merr kohë edhe si i përcakton për shembull sikur kapitulli 1, 2, 3, 4 ose si shkota. Na tregoj ju lutem. Libri nuk mund të përcaktohet asnjëherë. Edhe ti ndoshta mund të shkon 10 ditë derisa ta fillosh një libër. Shumë e rëndësishme dhe është pjesa më e rëndë
për ta filluar një libër dhe sidomos fillimin një libri. Sepse ti, ndoshta idenë e ki mendimet për t'i sqaruar dhe për t'i futur në fletë, don mjaft kohë, kërkon mjaft sakrificë, mjaft përkushtim, edhe mbase ndej kur të fillon ajo shkon, vetë radhitën ato fjalit se ndë për fillimi është mjaft i shtirë dhe nuk konceptohet asnjëherë koha dhe muajt sa mund të zgjas një libër. Por edhe puna, mandej unë kam edhe angazhime tjera, obligime, menaxhoj një hotel, jam bashkëshorte, jam nane 3 fëmijëve, jam gjyshe 5 nipave dhe mbesave, kam obligime tjera, mandej unë jam edhe me një klub të librit që në takomi gjithmonë në muaj dhe aty shfletojmë dhe lexojmë libra të ndryshëm dhe unë kam obligime mas paku 2-13 romane brenda një viti mund t'i lexoj, pa ato tek unë janë të dyfishuara sepse lexoj ma shumë i përkushtohem edhe leximit mjaft, edhe përmbushem, sikur përmbushem, lexoj disa dhe mandej pa kohë e kaloj edhe të shkruarit, por koha asnjëherë s'mund ta caktojsh një kohë. Për shembull, sa të duhet një kohë për ta shkruar një libër. Wow. Atëherë do dalim te romanet. Romanet që keni shkruar. Na i veçoni disa romane që keni shkruar edhe disa momente të bukura kur ke shkruar. Mundo që nashta dhe je përlot se shkrimi i ka ato të vetat. Unë ndoshta përlotën, po i përloti edhe lexuesit e mi. Sepse çdo libër që lexohet edhe kom kritika që tek librat e mi nëse lexohen patjetër që duhet të përlotesh, sepse shkruajnë ngjarje të vërteta, ato i marr, i shtjelloj me pak fantazi, po mënohem bazën e librit brumin si ma japin të jetë sa më origjinal libri. Edhe librat e mi patjetër që duhet të përlotesh, por edhe unë si krijuese shumë raste të shpeshta ka ndodhur duke shkruar, sepse unë tani jetoj vetëm me bashkëshortën dhe shumë hemshot. Grua, çka ndodhi bre, pse loton? Se edhe kur e shkruaj, kur e marr jetën ngjarjen, më të vërtet ka shumë raste që të përlotin, sepse unë atë librën që e shkruaj e ndjej vetë dhe kur e shkruan me shpirt, patjetër dhe me shumë emocion, edhe unë aq shumë lidhna me libër, aq shumë lidhem ata personazh librës që i shkruaj, dhe fundin e çdo librit unë përloten. Ndoshta është ajo ndjenja e përzier. Pak ti gëzohesh që po krijon diçka të re për lexuesit e tu që të përcjellin. Por aq shumë lidhem me personazhet e një libri, sikur mishrohesh me ata. Dhe atë moment kur ndahem nga libri, në atë moment kur e shkruaj fundit, përlotem gjithmonë. Sepse unë rrjedikosisht edhe po ju them lam të mirë personazheve që ndoshta një vit e gjys kam qenë me to çdo minutë të jetës. Dhe kur ndahesh, sikur ndahen prej disa miqve që i kam fituar dhe tani sikur po ja u kthej shpinën, ashtu më duket, ashtu e ndjej. Ndoshta është varet edhe prej krijuesve si ndjen, por unë jam pak tip emocionale dhe mendoj edhe te libra, edhe ajo ndarja, edhe e pjesa kur e shkruaj fund e ndjej sikur po ju them lam të mirë se më nuk më duheni. Ashtu ndjehem. Atëherë do të na tregosh ndonjë ngjarje të shkurt pak që ka qenë shumë emocionale gjatë shkrimeve të juaja. Unë do të ndalem këtu librën e tretë ja kam kushtuar bashkëshortit. Shumë njerëz mund të thonë pse bashkëshortit i ke kushtuar një libër. Bashkëshorti im dhe ne si një çift jemi personazha shumë humanitar. Edhe njihemi këtë qytetin ton, kemi dëshirë shumë t'ju ndihmojmë të varfërve, ata që kanë nevojë. Dhe ishte afruar një gazetare, ndoshta më bie me përmend se kam përmend disa herë kam cek në emisione, po gjithmonë du t'jap sqarime për shikues të ri, për shembull janë për Amerikë tani. Edhe i kërkojnë bashkëshortit tim, thotë, "More kam një hall të madh." Thonë, "Çka ndodhi?" Thotë, "Më kërkojnë të shkruaj libër për mua." Pse është personazh shumë humanitar dhe i njohur në të vendin ku jeton. Dhe unë isha duke përfunduar librin e dytë, po se e përfundova mas disa javë, thash, unë do të marr, do të shkruaj për ty. Ai por një herë, sa mirë, a mund? Po thash, kush njeh më mirë se unë? Kush e njeh rrugtimin tënd nëpër vite, sakrificat, se jemi një kohë mjaft të gjatë bashkë, 37 vite martesë që jemi në bashkëshortësi, po disa vite më herët.
edhe gjatë bisedave, normalisht që do konsultohesh për jetat si studentore, për gjanat që ke kalu në për kapituj, ti më afër se me bashkëshortën më askënd, ashtu e mendoj. Dhe kur fillova librin Rrugtimi nëpër vite, një libër që e kam të përkthyer edhe në gjuhën maqedone, shumë njerëz mund të thonë pse në gjuhën maqedone? Sepse ne shumë punëtor në firmë kemi maqedon. Dhe ata kanë, kur sheh këta punëtor, dëshirojnë ta dinë prej nga ka ardhur ky personazh, kjo figurë sot sa madhështore, prej nga ka ardhur, prej nga vjen kjo pasuni, kjo ta dinë që kjo pasuni ka ardhur nga zeroja dhe është ngrit me djers dhe me një zemër të bardhë. Dhe deshta të ndahem këtu me një pjesë të librit. Atko shpërndani miell në të gjitha fshatat e Dervenit, ishim iniciator unë dhe bashkëshorti tim. Por asnjëherë as ta dinte askush që ne e bartnim, sepse bashkëshorti im gjithmonë dëshironte të ishte anonim. Edhe i organizonin të gjitha kamionat që shkronin me të gjitha fshatat e Dervenit, se bashkëshorti im ka qenë asaj pjesës fshatrave të Dervenit të Maqedonisë. Dhe një fëmijë, kur i thot babait të marrim një karrocë, shkojmë të marrim miell. Thot babi, të lutem të vije dhe une. Thot pse babi? Du ta di kush është ai person me këtë zemër të madhe që do të na mbush magjen me miell. Edhe djali vjen me babën aty, edhe thot më parni dojna ta di. Thot jo, thot ne nuk mund ta tregojmë emrin kush shpërndan. Thot është një çift bashkëtorë që e shpërndan këto, thot po dëshirojnë të jenë anonim. Edhe djali kthej në shtëpi, thot babi, unë do ta gjej këtë person. Po të lutem, du ta shoh. Dhe mandej ai fëmijë gjen dhe ai detyrohet patjetër dhe na kërkon. Ka qenë një moment edhe erdh si na i puthke duart. Ju mami tem ja keni mbushur për një vit magjen me miell. Po ju jeni njerëz bekuar, ashtu tip as i fëmijë, as na ka përlotur. Ai është moment që e kam vudhë dhe në librin tim, edhe është një moment i paharruar. Një rast që se kam përmendur asnjëherë në raste televizive, kjo është një rast që ka përmendi për herë të parë në emisionin e juaj. Ju jam falimderues shumë se me të vërtet është kënaqësia imja që me të vërtet të flitet kjo gjë se gjëja humane, humanitare shumë e mirë. Atëherë kam dëshirë të dalim pak të na emrosh romanet që i ke shkruar, me të vërtet ke shkruar shumë, po ti di me emra si janë, nëse ka mundësi. Libri i parë që është botuar në vitin 2017, Plagët e vjetra, që ja kam kushtuar gjyshës. Po në vitin 2018, pas një viti, kam botuar librin Lagja e kujtimeve, që ja kam kushtuar lagjës time ku jam rritur. Po mandej në vitin 2019 kam botuar Rrugtimi nëpër vite. Po mandej në 2020 e kam botuar librin Linda. Mandej vitin 2021 kam botuar librin Për pak dashuri, edhe kjo është ngjarje e vërtetë. Po mandej pak bëra jo pa uz, por librin që e shkruajta Lufta me jetën zgjati 2 vite e gjys. Kisha një aksident vetë me shëndet jo të mirë, disa probleme, obligime, sende dhe më zgjati. E çka ndodhi më e keqja? Pasi e shkruajta librin, duke ja dërguar lektorës, e fshita me dorën time. Pas punimit 2 vite e gjysëm. E ndoshta shumë njerëz pa thënie kur i tregojsha, ta isha gjuh prej të katit 6, tash jo, nuk gjuhesh, por du të shtrëngohesh dhe pas 15 muajve e shkruajta komplet librin edhe e botova. Kjo ka qenë pak një 3 ditë, jam mërzitur dhe jam përlot, por e mora guximin, e kam nënën si një shtyllë që aty mbështeta më së lehti dhe më së miri, edhe ajo më kërkoi në telefon, tha çka janë këta lot, ta dëgjova që e ke fshir librin, pse mërzitesh? Tha dora jote dhe trurit e kanë shkuar, do e shkush prapë, ndoshta edhe më bukur, ndoshta me të vërtetë edhe doli edhe më bukur se e kisha menduar. Dhe për 15 muaj e botova. Ky libër është mjaft i suksesshëm, është botuar në anglisht, edhe po mendoj është përkthyer në anglisht edhe në gjermanisht. Wow, me të vërtet të ndëgjosh edhe të jam kuriozitar ti me të vërtet ku mund të shikoj këto libra, ti lexoj se me të vërtet. Në trego për lagjën tonë, se me të vërtet lagja po mungon mua, se kam qenë edhe me një lagje, kam dalë tjetër në lagje, ta di çka. Unë jam rritur në Ferizaj në lagjën, është quajtur lagja Zënelajdini, ku kam filluar hapat e parë, lojrat e para, me balt, e me llastëke, me ato lojrat që i kemi pas atëherë, nostalgjia jonë e vjetër, ato kujtime të bukura.
Dhe pasi e përfundova librin e parë, për një moment merr një kujtim ashtu që kisha kaluar duhet të kalonim prej lagjës në lagjën tjetër me prindërit e mi, dhe mami im atëre e përjetoi shumë rënd. Edhe ishte duke i prashitur lulet në kopsht dhe shosh lutu, po loton. Thash, çka ke mori mami, pse po lutesh? Si do ta lë këtë lagje? Këtu kam kujtimet më të bukura të jetës time. Këtu ju jeni rritur. Edhe atë moment, si kur me ardhan ato kujtimet edhe fjalët e mami tim, dhe fillova librin dhe emrova kujtimet e lagje e kujtimeve. Lagje e kujtimeve dhe fillova me personazhet me mamin tim duke i prashitur lulet në kopsht. Dhe te ky libri, thëmë të drejtën, libri që është mas tepër më është lexuar, sepse kam jetu me një lagje të madhe, kanë jetu shumë njerëz, kemi pas hymje të 2 lagjet dhe ka qenë një lagje me shumë shtëpi, me kujtime të bukura e disa të hidhura, por unë jam munduar në mënyrën më origjinale t'i paraqes në librin tim. Ato libër për fat të mirë, ato të gjitha janë shpërndar shumë herë ku më kërkon ndonjë thot librën, mundon atë armën, pasi ta përfundoj këtë libër në 7 mundon të bëj edhe një ribotim të librit Lagja e Kujtimeve, sepse shumë njerëz ende kërkojnë atë libër me shumë nostalgji, se me të vërtetë një libër me kujtime që shumë zonja janë rritur dhe tash janë të moshuara të kjo lagje dhe kërkojnë ta kenë në bibliotekat e tyre. Atëherë ka orë koha të pës një pyetje. Është shumë e veçantë. Personaliteti ka ardhur te ju dhe ka thonë, vetëm ju duhet të ma shkruani një libër. Ajo ka shikuar në disa vendi, kanë thonë, ecë shkruajmë për ju, ajo nuk ka pranuar, por vetëm ka pranuar për me juve. Pse, qysh, ka ndodhur kjo? Them të drejtën, tek libri tani që jam duke shkruar për një fytyrë publike, për një zonë që me shpirt ka punuar dhe po punon për Kosovën, për ta ndrit Kosovën, dhe është tema pak edhe për plurin, për drogën, që është rrit numri masuvikisht shumë i madh, edhe sidomos në Ferizaj, dhe u e pata një takim krejt rastisht, më kishte shkruar nëpërmes të rrjeteve sociale që ka dëshirë, i kishte lënë përshtypje libri, titulli i librit Lufta me jetën. Ta kam dëshirë ta kem, thash do vi unë ta mund të vish një vizitë tek unë? Dhe unë mora librin edhe kur shkova kishte bler një buqet lule të bukura dhe posa takimin e parë, pas 10 minuta dhe më shiqoj drejt në sy, tha, erdhi personi që do t'ja besoj jetën time. Unë meta duke shikuar se me të vërtet ky libri i fundit më kishte lodhur mjaft, pasi kisha fshirë, mandej kisha punuar me natë ditë e natë për ta shkruar, rishkruar, nuk është punë e lehtë. Dhe s'kishte 2 javë sa kishte dalë nga botimi dhe kërkoja një pushim të gjatë, shpirtëror. Kur më tha, më ra diçka e rënd mbi kokë. E lëviza kokën, thash jo, edhe më shiqoj drejt. Edhe u ndal, ishte gruemençur më ndal, mbas një takimi, mbas 2-3 javë, tha, do ma japësh dritën jeshile të filloj të tregoj jetën time, mbeta. Tha, mu disa vetëm kanë kërkuar, ma shkruajnë jetën, tha, unë kam refuzuar, unë e gjeta personin, ti pse? Thash, nuk di bre, thash, po mduket pak si herët. Tha, sot fillo, tha, do fillojmë edhe do ta marrësh jetën time. Dhe tani jam duke shkruar, jam shumë e lumtur që kam filluar të shkruaj për një personazh të tillë që me të vërtetë lumne që e kemi të kishëm disa zonja më tepër, dhe pse duhet jetë ende anonim ky personazh që jam të shkruar, së shpejti do publikohet edhe për kënd shkruaj, por edhe pak kohë ashtu du ta mbaj për vete këtë personazh. Mendoj që do jetë një libër mjaft i mirë, do jetë një libër për t'ju ndihmuar me një fjalë, unë me këto shkrimet e mia mundom me një fjalë t'ju ndihmoj dhe t'ju jap hapësirë të rive që t'i lexojnë dhe mos të gabojnë në rrugën, sepse droga me të vërtetë e shkatron familjen dhe e shkatron rrethin edhe gjithë shoqërinë. Gjithë të romanet, a mund të blehen, a mund t'i marrim, a ku mund t'i gjejmë? Të them të drejtën, romanet deri tani të gjitha janë dhënë falas. Shumë pak. I kam shit më shumë, jam munduar. Dëshira ime ka qenë që librën ta lexojë çdo person. Ajo ka qenë dëshira ime plot. Jo të fitoj para prej librës, por libri im të lexohet. Edhe pse mbas kërkesave, them të drejtën, mbas emisionit juaj unë u detyrova ta përgatis dhe do shtat pas kësaj bisede të bukur
kanë dëshirë njerëz ta lexojnë, edhe pse librat e mia mjaft janë lexuar në Amerikë. Thënë të drejtën kam paguar postën prej këtu deri në Amerikë vetëm ta lexojnë, se kam shumë i kesha në vende të ndryshme të Amerikës edhe familjar që kanë desh ta lexojnë edhe ja ku mundësuar përmes postave. Por tash nëse dëshirojnë ma gjatë dhe filloj e shoh që kërkesat kanë filluar të rriten përmes Amazonit, mund ta gjejnë dhe ta lexojnë librin Lufta me jetën dhe Linda, që është e përkthyer në francëzisht. Atëherë në Amazon si mund ta kërkojnë? Në emrin e juaj apo si? Po, në emrin tim. Okej, tash do dalim nga kjo kryemtari e shkrimeve. Do dalim, do ta kam dëshirë ta di atë biznesin e juaj, hotelin e juaj, restorantin e juaj, çka keni se ne shqiptar kemi nevojë me ardh atje. Unë këtë radhë unë dua të flas për krijimtarinë time, jo për biznes. Kemi biznese mjaft, natyrave të ndryshme, kemi biznes familjar, falë Zotit po na jetë gjithçka mirë, i ka fëmijë të tretë që aktivizohen, bashkëshorti ime edhe une, por unë kohën mundohem t'ja kushtoj më tepër krijimtarisë, sepse kam oferta, më presin edhe 4 personazh tjerë që kërkojnë t'ja shkruaj jetën e tyre dhe jam e fokusuar të thënë të drejtën më shumë në krijimtari. Mundohena sepse më presin edhe tjerë dhe nuk kanë durim. Kam një zonë nga Turqia, kam një zonë një psikologe nga Londra, kam një zonë tjetër nga Suedia, po kam edhe një zonë tjetër nga Prishtina që po presim pa durim ta përfundoj këtë libër dhe të mirë me ato tjerat. Kam mjaft oferta sepse shumë zonja nga librat që kanë lexuar janë inspiruar dhe kanë dëshirë të më japin jetët e tyre që kanë. Si mund t'i menaxhojsh këto gjana? Po të lutem Zotit të kem shëndet të mirë, nëse kam shëndet të mirë, do mundohem t'i realizoj, tash 100% nuk mund t'ju premtoj edhe atyre, por ato kanë durim presin vetëm të unë t'ja u shkruaj, sepse i kanë lexuar disa libra dhe ju ka pëlqyer ajo metoda si e shkruaj unë, se mundohem sa më natyrale, me pak fantazi, ta shkruaj jetën e tyre në përkapituj, sakrificat që e kam pasur, baticat që sa herë janë rrëzuar dhe janë ngrit prapë dhe kanë vazhduar jetën, me një farë mënyre unë t'ju ndihmoj dhe që shumë gra nuk e kanë ngrit zërin. Këto sakrifica i kanë kaluar në heshtje, pa e ngritur zërin, janë ngritur dhe kanë vazhduar jetën, pa ju ndi zëri me plak në shpirt. Dhe me një fjalë thot, më duket kur po mbasi kanë lexuar këtu edhe se të lidhna prapë te romani Lufta me jetën. Tek romani Lufta me jetën, shumë zonja që e kanë lexuar librin kanë marrë guxim të madh, që t'i marrin, që thojnë litarin vet, edhe të vazhdojnë me forcë, sepse ky libër që e kam shkruar, Lufta me jetën, ka qenë një femër angel të them, sepse e kam njohur edhe më herët, mandej në muajt e fundit ajo kërkonte librin edhe pse kishte qenë një gjendje shëndetësore mjaft të rëndë që unë pa fat të keq nuk e kam ditur, vonë e kuptova. Dhe fati që deri minutat e fundit mundit ma jap jetën edhe pse ishte me një sëmundje mjaft të rëndë, jetonte në një shtet të huaj, pa antar të familjes. Te ky libër kam kuptuar që çka do të thotë të kesh miq. Pasuria më e madhe një personi është të kesh miq, nuk është me rëndësi paraja. Shëndeti dhe miqt. Te ky libër, te kjo mikesha ime, që ka qenë një angel, ka shëtitur, ka qenë si azilante, prej vendit në vend. Në çdo vend ku ka shkuar, në mëngjes i ka dalë një angel, një zonë që është kujdesur dhe i ka shërbyer, për shembull muajt ose vitet sa ka qëndruar në atë qytet dhe i ka ndihmuar, edhe shumë e rëndësishme është të kesh miq në këtë jetë. Pesha më e madhe, dhe unë për veten time mund të flas, pesha më e madhe të kesh miq dhe shoqëri të sinqert në këtë jetë. Atëherë do t'ju pyes, keni vizituar Amerikën? Po, kam qenë në 2007 dhe bile kam vizë ende për të vizituar, por diçka nuk më ka pëlqyer ashtu shumë. E kisha, nuk di, vajza ime ishte në shkollim në atë kohë, dhe ajo shkolloi në Kaliforni, erdhi në New York, edhe unë me 2 fëmijë dhe bashkëshortin erdhëm në New York, e pritëm bile vitin e ri në 2007 e kemi pritër në qendër në New York vitin e ri. Kemi kaluar bukur, kam qëndruar
2 javë atje, por basi e lash vajzën atje, kur u ktheva, unë ndjeva pak si, po mirë, por për me jetu edhe për me vizitu nuk mendoj. A kuthime gjatë. Ka vende me shëpit mjaft në për Evropë, mendoj. Atëherë, ku do të shihni vetën në vijem edhe çka plan, programi do të keni në vijem? Në qenë se thatë pak për shkrime, po ka dhe një gjatë tjetër, mundodh. Kam edhe një gjatë tjetër, jam të përgatitur me një projekt të ri për bamirësi. Ajo është gjëja që më flen mas shumë të në shpirt. Dhe jam duke e përgatitur, jam me një projekt me një zonë nga Franca, është shqiptare që është lindë dhe është rritë në Shkup, por jeton atje, dhe me ndihmën e saj, do mundona sa do pak ta zbutja atë varfërinë e popujve që ka nevojë me një farë mënyrë, dhe projekti i parë mendoja tani në nëntor, por si duket do shtyhet pak deri në mars. Fillimet e marsit do filloj me shpërndarjen e veshmbathjes për njerëz, për familjet që ka nevojë. Edhe ajo është gjëja më e bukur që më plotëson dhe më kënaq. Tani si thuhet një fjalë popullore, kjo është një gjë më e bukur që edhe e përmbyll me të gjitha gjërat e jetë që njeriu që i ban, kështu që. Me të vërtet. Bamirësia, kjo gjë, them të drejtën nëse kemi pak edhe minutazh, ishte një projekt që kërkonte për dikon tjetër. Por bashorti im mbreti tha, oj grua, tha kjo gjëja ty mos shumë ti të flenë shpirt, tha pse se merr vetë iniciativën. Tash am beson që mund ta kryej, tha pse se kryen. Tha ajo të flenë ma shumë se libri bile. Thash ashtu, bamirësia për t'ju ndihmuar të varfëre, për m'ju ndihmuar njerëzve që ka nevojë. Ajo gjë e bëj ma me shpirt se gjithçka tjetër në botë. Atëherë, nëse kam anashkalu diçka pa ju pyetën, ne kemi kohë sa të dush për ju. Me të vërtet, to momente, kjo bisedë më ka ngritur aq nalt, aq bukur që me të vërtet u fol edhe... Edhe unë jam e lumtur e privilegjuar që më ke mundësuar të jemi një mision të tillë, që ti përshëndes edhe gjithë shqiptarët anë mban botës, Amerikës, sepse dhe atje kom shumë i kesha, kom shumë familjar, që mendoj që do të më përcjellen në këto momente dhe i përshëndes të gjithë, ju dua shumë, edhe mendoj që libra të lexoni sa më shumë, sepse pasurinë që e gjeni në libër mund ta gjeni qetësinë shpirtërore as po në botë, se tek libri. Zonja Afërdit, unë mund ta them vetëm një fjalë. Tash Zoti e paç njerëz se kur jo shumë e shumë, kështu që të falenderoj shumë. Ishte një kënaqësi e imja me të vërtet si thuhet një surprise, si thonë në anglisht, t'ju kem juve dhe me të vërtet rrugtimi juaj, shkrimet e juaja, puna juaj, duket që me të vërtet me pasion dhe me shpirt e bëni. Kështu që ju falenderoj shumë, ishte kënaqësi. Kështu mirë mbeqi deri në emisionet e radhës. Besoj që nuk do ta lë me këtë emision. Mundohet pas një kohë tjetër. Patjetër me libra të reja do kontaktohemi prapë. Me projekte të reja. Atëherë do të kontaktohemi prapë. Pra, mirë mbeqi dhe ju faleminderit shumë. Faleminderit edhe nga ana juaj. E pra të nderuar shikues dhe dëgjues, ishte kënaqësia jonja, zonja Afërditja, shkrimtare buruese, shkrimtare që shkruan për ngjarjet e vërteta të njerëzve. Kjo është një fenomen i madh. Kështu, mirëmbëjtje deri në emisionin e radhës me Noli Show, Noli TV në kanalin 39 në TV Alp, kurse në Nimi TV në kanalin 249, ku mund të shikohen të premten, të shtunën, të djetë, të gjitha emisionet që kemi bërë mbi 250. Kështu që ju falenderoj dhe mirëmbëjtje.